mendoj që ka pas shumë të meta në mënyrën se si e ka kry detyrën, por nuk e ka damtu diçka, menoj, nuk ka damtu interesat e shtetit. Nuk mund të them që ka damtu, por kompetencat e saj nuk i ka përdorur dhe mënyrën se si do duhet presidenti që është i gjithë dhe me funksionu, nuk ka funksionu. Ka funksionu si presidente me zyrën e vetë, edhe ka shku veç zyra saj ka qenë. Kushdo që ta merr mandatin e presidentit, menoj që janë, kur je i gjithëve, dhe delegacioni duhet me pas përbashkë. Opozit. Duhet me pas bizneset me veti, biznesmenët e Kosovës, jo banditat, kontrabandistat, as ata që e shkelin ligjin, po ata biznesmenët e mirë, që paguajnë tatimet, që janë të interesuar me kriju raporte, me bë lidhje, sepse e ndihmojnë edhe presidenten edhe i venin, ata që Kështu do duhet ishin vizitat e saj jashtë Kosovës? Kështu do duhet të ishin vizitat? Kështu duhet me qenë, jo do duhet. Kështu i bëjnë gjithë. Gjithë, ka opozitën me veti, fotografi delaj të folë me presidentin, ex-presidentin, po të tjerët i ka kështu. Ekziston mundësia, për shembull, kam qenë te Erdogani disa herë në takim, e ka pas një praktik dhe e thirrte pastaj shefin e delegacionit, kushdo që ishte, hajde dalim një 5 minutë në zyrën tjetër, ata që janë delegacion, pinë kafe, bojnë mohabet me njëri tjetrin, edhe pala që pret, edhe pala që është musafir. Janë metodat të lehta të protokollit përfaqësimit. Por diskutimet, bisedimet duhet jenë transparente dhe duhet të jetë informuar. Në të pikë nuk e kreu punën zonja Vjosa Osmani. Ja, unë të pakten nuk e kam asnjë fotografi dikon të pame, që megjithëse nuk e di sa takime bilaterale i ka pas për jashtu këto të konferencave edhe vizitave për vakina, por nuk i ka ekspliku. Ma shumë ka shku edhe është dalë në fotografi, ka qitë në pa burrin e vetë, se sa opozitën, se sa në fundit edhe pozitën. Sepse nuk e di që ka shku ndajherë bashkë me ministrin e jashtëm dikon, ose bashkë me... Nuk i kanë raportet e mira me zonën Ndërvalla? Bashkë me ministrin e mbrëmshëm ka mujtë me shku, ose me ministrin e mbrojtjes. Jo, nuk ka pasur. Ose me shku me një grup deputetsh, përfaqësues të një komisioni. As këtë nuk e ka bërë? Tani që, kjo është detyra e saj, nuk është e presidentit, jo... Sepse ajo presidenti i Kosovës, ajo ka karriken, qatë minutë që se ka karriken nuk është.